Ndihesh ndonjëherë sikur Zoti nuk po të dëgjon, sikur lutjet e tua humbasin në ajër dhe askush nuk të përgjigjet. Kërkon një punë, një zgjidhje, një person, një shpresë, por gjithçka duket se vonon. Zemra jote fillon të dyshoj, ndoshta mendon, pse mua? Pse Zoti nuk më përgjigjet? Por e vërteta është, kur Allahu të vënon, ai nuk të refuzon, ai po të ruan. Po ndoshta ajo që po kërkon nuk është për ty. Ndoshta do të afronte me haramin, do të largonte nga rruga e drejtë. Allahu e sheh atë që ti nuk e sheh, e në heshtje pa zhurmë. Ai të largon nga ajo që do të dëmtonte. Ai të jep kohë, të edukon, të forcon. E siç ka thënë Ibn Kaim, nëse Zoti të privon nga diçka që e do, është sepse ai dëshiron të japë diçka më të mirë se ajo. Edhe heshtja e Zotit është përgjigje, edhe vonesa është mëshirë. Mos u dorëzo, mos u zemro me Allahun, ai nuk të harron. Ai po përgatit diçka më të bukur se ç'mund të mendosh. Tuaj me zemër, mjafton Allahu për mua, dhe ai është mbrojtësi më i mirë.